Ndërsa në ndajnë më pak se 60 minuta nga nisja zyrtare e ndeshjes Shqipëri-Angli në Air Albania, është kolegu Ernest Koçi i cili pritet të përcjellë në këtë çast të gjithë atmosferën që po përjetohet atje, por padyshim duke ndalur edhe tek informacioni i rëndësishëm. Ernest, përshëndes, si paraqitet atmosfera aktualisht, por padyshim ndalim pak së bashku dhe me informacionin ku vihet re edhe mungesa e brojës. Ermal, përshëndetje, jemi vetëm pak qaste ose minuta më saktë nga fillimi i ndeshjes, që është në orën 18 këtu në stadiumin Air Albania, ndërsa trajneri Silvinjo ka zgjedhur edhe 11-ën që do të zbres në fushë, që ashtu siç e the edhe ti, padyshim që lajmi më i madh është ai i Brojës, i cili është ulur në pankinë, futbollisti i cili në ndeshjen me Andorrën nuk festoi me grupin, por qëndroi në stol. Patjetër që do fitojmë, patjetër. Pavarësisht kush është stol edhe kush nuk është stol. Jam me Besmirin, me Besmir Limanin, tifozin numër 1 kombëtarës Besmir, si gjithmonë ku do të jetë kombëtarja edhe sot, edhe pse jemi kualifikuar sot në Tiranë për ta ndjekur. Është festë e madhe, shumë festë e bukur, kur zëre kam thënë, bravo, kuqezi. Dhe më thënë, si ata shqiptarët nga Shkupi, si nga Tirana, si nga Vlora, si nga Tuzi, janë gjithë shqiptarë, edhe është i vetmi element që ka mbetë që nuk kemi përçarje, as fetare, as politike, kjo që unë ty s'kam njëf, po falë ngjyrave kuqezit kam njëftu. Besmir, unë e di që për ty më rëndësishme është që shqiptarët mblidhen në ndeshje se sa edhe rezultatet e kombëtares. Por tashmë jemi për herë të parë në play-off të një botërori. Çfarë do të thotë kjo për ty që e ndjek kombëtaren për 20 vitesh? Ne kemi fituar Kupën e Botës në 11 tetor 2025. Kundër Serbisë. Po bra. Faleminderit. Përshëndes, natën e mirë. Edhe me fitore. Përqendruar pak te formacioni Ermal ku ishim më parë, përveç Brojës që siç e tham është në stol ditën e sotme, pjesa tjetër e 11-ës formacionit. Duhet ta nisim nga porta me Strakoshën i cili vijon tjetër në formacion, i pa ndryshuar në mbrojtje Hysaj Ismaili që ka marrë vendin e Ajetit, i cili në rast se do të luante sot dhe merrte kartonin e verdhë dhe rrezikonte, do të përbëjë dyshën e mbrojtjes bashkë me Xhimshitin dhe Nasser Ali nga krau tjetër, i cili ka marrë vendin e Mario Mitaj, i cili ishte një tjetër futbollist i cili në rast se rrezikonte sot nuk do të ishte në ndeshjen e parë play-off për të vijuar në mesin e fushës ku Qazim Laçi dhe Kristian Aslani sot do të mbështeten nga Ylber Ramadani, i cili rikthehet të jetë titullar edhe për faktin se Julian Sheu ishte një tjetër futbollist i kombëtares i cili rrezikonte në rast të kartonit të verdhë për të vijuar me sulmin ku Nedim Bajrami është rikthyer të jetë titullar bashkë me Myrto Uzunin dhe Arber Hoxhajn. Është lënë në stol edhe Rejmanaj, i cili gjithashtu ishte një prej 5 futbollistëve që rrezikonte në rast kartoni për ndeshjen e parë play-off të botrorit, ndërsa i vetmi futbollist që trajneri Silvinjo ka zgjedhur të aktivizojë nga minuta e parë ndonse rrezikon të mundojë në ndeshjen e parë play-off është Nedim Bajrami, i cili do të luajë edhe në pozicionin e Armando Brojës. Ndërko, Nesti, shoh që ka shumë entuziazëm, padyshim dita e sotme referohet edhe po themi kështu një ndeshje, mund ta quajmë disi edhe më miqësore, pasi të dyja e kanë atë të siguruar, po themi kështu edhe si tip feste. Nëse mundeni, mund marrim ndonjë sinkron edhe nga tifozë, parë që po afrohesh në fakt edhe pranë jush, edhe duket që mlefi kanë qëndruar me Serbinë. Mund qëndroni pak, ju lutem. Po. Një ndeshje sot është e rëndësishme për kombëtarin pavarësisht se jemi kualifikuar. Vim pas 5 fitoreve, si e komenton në serinë e kombëtares? Kombëtarja është kualifikuar, është e rëndësishme, po edhe këtu, unë kam udhëtuar nga Gjermania ekstra vetë për ndeshjen. Edhe familja është aty, jemi 5. Mund të vi dhe familja. Ectu edhe ju, hajde një jesni. 5 veta që keni udhëtuar nga Gjermania për të parë ndeshjen. Po, ekstra për ndeshjen kemi ardhur. Ekstra për ndeshjen, ekstra për Shqipërinë. Djali është të luajtur, të losur në një ekip në Gjermani në Augsburg. Po kur ta pjesësh se do ja marrë vendin Brojës. Brojës, po. Është në Golashanus, ke një ekip në Gjermani. Po, kur ta pjesësh, a e zgjedh Shqipërinë apo Gjermaninë? S'ka pyetje për Gjermaninë. Tregoje. Ke ardhur për të parë Shqipërinë sot? Po. Kush të pëlqen më shumë te Shqipëria? Aslani. Sa do fitojmë sot? 2-0. Faleminderit. A do shkosh në Amerikë? Po u kualifikuam.
Po, për Shqipërinë po. Për Shqipërinë, gjithë ata lekë kemi harxhu vetëm për Shqipërinë, edhe jemi krenar. Jam nga Maqedonia, Ohri, jam krenar që jam shqiptar. Edhe djali, edhe familja. Edhe një parashikim sot për ndeshjen? Po doli 0-0 ose 1-1 do të jemi berreta. Faleminderit. Po fitore, inshallah. Faleminderit. Kalon mirë, zot mirat. Ermal, siç po e nis tek pyetja që më drejtove, është një ndeshje që me të vërtetë është e fundit kualifikuese, por edhe pse ne kemi siguruar tashmë play-offin dhe Anglia është kombëtarja që kualifikohet direkt për në botror si vendi i parë, do të thotë shumë për Shqipërinë pasi Anglia është kombëtarja e cila nuk ka psuar asnjë gol në këtë fushat kualifikuese, është kundërshtari që ne nuk e kemi mposhtur kurrë dhe do të thojë që asnjëherë nuk kemi luajtur në kushte kaq komode sa ta kemi arritur edhe objektivin para ndeshjes me Anglinë, ndërsa gjithashtu çdo pikë, çdo rezultat, çdo gol do t'i vlej përfaqësuesës ton për shortet e mëtejshme ku do të marrë pjesë qoftë në Europian, por edhe në botror. Nëse dërgo edhe një pyetje të fundit, pam edhe ndeshjen me Andorën që nuk kanë munguar padyshim mbështetja nga ana tifozëve, edhe sot pavarësisht se ju e bët një shpjegim në kuadër të asaj ndeshje që është dhe dyja janë, po themi kështu, në pozicionin fitues apo festiv, duhet që ka një pjesëmarrje të lartë të tifozëve, pra ka mbështetje masive edhe sot në Tiranë. Ermal, për qeni sakt që prej 2023-shit janë ndoshta me pikatore ndeshjet e kombëtares ku stadiumi nuk ka qenë i mbushur, pasi siç dihet është kombëtarja ajo i cila i ka bashkuar gjithmonë gjithë trojet shqiptare, është ajo që i sjell gjithë në stadiumin Air Albania në Tiranë dhe për sot janë shitur prej ditësh të 22.000 biletat, ndërsa siç është bërë me dije edhe me erë do të jenë mbi 1.000 tifozë anglez që do ta mbështesin edhe kombëtarin e tyre sot në Tiranë. Prej 3 ditësh ka patur tifozë anglez që kanë udhëtuar Enkas për të parë ndeshjen, edhe pse kombëtari atyre është kualifikuar, gjithsesi i kanë dhënë rëndësinë ashtu si edhe trajneri i Anglisë Thomas Tuchel, i cili ka deklaruar se pavarësisht emrit që do të jetë përballë kundërshtarja, ato do të hyjnë fush për ta marrë 3 pikëshin e radhës, pasi është një kombëtare që luan vetëm për fitore dhe është pretendente për të fituar edhe kampionatin botror. Edhe sulmuesi Harry Kane që sot është sërish titullar, edhe pse Anglia ka siguruar biletën e botrorit, ka thënë se do të dëshiroj të shënojnë sa më shumë gola pasi është një prej pretendentëve ndoshta për ta fituar topin e artë këtë sezon dhe sigurisht kërkon që të mos humbë asnjë rast për të zbritur në fushën e vlerë. Mirë, Nesti, unë të falenderoj shumë, urojmë që në edicionin e ardhshëm të kemi mundësi të flasim për një fitore. Falenderit për këtë informacion që përsodhe në këtë çast drejt nga stadiumi Air Albania, ndërsa ne tani do të vijojmë në të tjera zhvillime.